Danimarka tha se ka mosmarrëveshje themelore mbas takimit që ministri i jashtëm pati me zëvendës presidentin amerikan ditën e djeshme dhe sekretarin e shtetit Marco Rubio. Si shkon historia e Groenlandës? E ble apo e merr Amerika? Fakti që hyn bisedime është gjë shumë e madhe. Domethënë që amerikanët nuk heqin dorë. Kështu që duhet gjendur një rrugë, duhet gjendur. Mund të ketë edhe këtu mund të ketë skenar ndryshëm. Unë po të dush mund të formuloj 2-3 skenar që mendoj. E para që të jetë në raportet me të drejtën ndërkombëtare, mund të bëhet një traktat trepalesh, pra SBA, Danimark, Groenland, për asociimin e lirë të Groenlandës me Shtetet Bashkuara të Amerikës. Që të thotë asociimi i lirë? Modelin e asociimit lirë, këta amerikanët e kanë bërë me disa shtete të vegjël nga këto, Ishujt Marshall e tjerë. Kjo do të thotë që në bazë të drejtës ndërkombëtare shteti e ruan statusin në këtë rast, por këtu duhet të ishte e pavarur, po nuk është më të më pse të jetë e pavarur. Ajo është në prag pavarësisë Groenlanda. Atëherë në këtë kushte Danimarka e ruan sovranitetin formal, Shtetet Bashkuara kontrollojnë politikën e jashtme dhe sigurinë dhe mund të bëjnë investime, mund të bëjnë gjithë zhvillimin ekonomik e kanë dorë vetë vendasit dhe mund gjendet dhe nuk është çudi që të shkojë drejt kësaj formule. Ndërkohë tjetër variant? Variant tjetër është që por që do hanë më shumë kohë, është që Groenlanda të fitojë pavarësinë, pra të kalojë të bëhet shteti i pavarur dhe pastaj të vendos. Po kjo po ta marrë pavarësinë ajo, pastaj jo automatikisht Groenlanda ngelet në Bashkimin Evropian, jo automatikisht Groenlanda ngelet në NATO. Pra kjo ja shton rrezikun pastaj për orekset e kinezëve dhe të rusëve.